Unë mendoj që në dinamikën që përcjellte, i gjithë kasti ka qenë një pasyrim i mirë i të gjithë shoqërisë. Kemi patur edhe unë mendoj që një element që ka qenë një element mediatik që ka spikatur dhe ka qenë më shumë një provë Dionisi në këtë rast, sepse ne në Shqipëri po shikojmë që pjesa më e madhe e personave të njohur tashmë nuk vinë domosdoshmërisht nga bota e artit, nuk vinë domosdoshmërisht nga ekrani, kënga. Ne tani nuk kemi më atë diferencën e çfarë janë realisht VIP dhe çfarë janë personazhet publike. Dhe unë mendoj që kasti i Fermës i solli më së miri, solli le të themi ikonat e një gjenerati tjetër, që ishin absolutisht, ne nuk i kishim parë në dimensione të tjera. Po dhe njerëzor. Edhe njerëzor, sigurisht. Solli ata që janë më in të momentit dhe gjithashtu ata të një gjenerate më recente, më të re së fundmi, që janë pikërisht prodhimet e rrjeteve sociale të këtyre content creatorëve, nëse ne mund t'i quajmë, të cilët përqafohen dhe dashurohen nga publiku.